Mirë se vini në horoskopin e ditës. Sot do të zbulojmë çfarë thonë yjet për çdo shenjë, nga energjitë e fshehura të mundësitë që nuk duhen humbur. Do të mësoni gjithashtu ngjyrën me fat, orën më të favorshme dhe një këshill të vlefshme për shpirtin dhe mendjen. Le të fillojmë. Dashi, 21 mars, 19 prill, sot, Merkuri dhe Jupiteri bashkojnë forcat në sektorin e komunikimeve për ju, të dashur dash. Ky është një moment i shkëlqyer për të thelluar njohuritë tuaja dhe për të ndjekur me pasion interesat që ju frymëzojnë. Mund të përjetoni një ndriçim të papritur mendor, duke zbuluar një zgjidhje për një problem që ju ka munduar prej kohësh. Kjo ndjesi lehtësimi vjen bashkë me dëshirën për të folur, shkruar, lexuar apo ndarë ide që ju pasurojnë. Në këtë periudhë, fati është në anën tuaj, sidomos në çështje që lidhen me udhëtime, teknologji apo komunikim. Megjithatë, ruani kujdesin, entuziazmi i tepruar mund t'ju bëjë të merrni përsipër më shumë se sa mund të përballoni. Është një ditë e shkëlqyer për të zgjeruar horizontet dhe për të bërë plane të mëdha, por gjithmonë me këmbët në tokë. Në aspektin personal, një ndjenjë lumturie dhe përmbushjeje do të dominojë marrëdhëniet romantike. Dashuria lulëzon, duke ju rikujtuar bukurinë që ekziston në ndjeshmërinë dhe vullnetin tuaj të mirë. Edhe në një ditë të ngarkuar, do të gjeni kohë për aktivitetet që i doni më shumë. Jeta martësore ndihet veçanërisht e qetë dhe harmonike, duke ju dhënë sigurinë emocionale që kërkoni. Nga ana tjetër, të rinjtë e kësaj shenje mund të ndihen të vetmuar ose në kërkim të dashurisë së thellë. Mos u shqetësoni, çdo boshllëk emocional është një ftesë për të njohur më mirë veten dhe për të ndërtuar marrëdhënie më të sinqerta në të ardhmen. Përmirësimi financiar është afër. Sot është dita për të pushuar plotësisht dhe për të rigjeneruar energjinë tuaj. Ngjyra me fat, e zezë, koha me fat, 18:00, 19:30, këshilla e ditës. Ndonjëherë, mendja ka nevojë për heshtje që të dëgjojë zërin e brendshëm. Mos e nënvlerëso fuqinë e një pauze. Demi, çështjet e pronësisë ka shumë gjasa të përfundojnë sot, duke sjellë përfitime të konsiderueshme financiare. Kjo është një ditë ku mund të shohësh përpjekjet e tua të mëparshme të shpërblehen me stabilitet dhe siguri materiale. Një pjesë e mirë e kohës sate do të shkojë për të marrë me detyra të mbetura në shtëpi, që ndoshta i ke lënë pas dore. Sot, një lidhje e fuqishme mes Merkurit dhe Jupiterit të sjellë freski mendore dhe motivim të thellë. I dashur Demi, shikon më qartë pamjen e madhe dhe ndihesh më i sigurt për të marrë vendime afatgjata. Mund të planifikosh mënyra të reja për të përmirësuar raportin me financat apo të shfrytëzosh më mirë burimet që ke. Kjo ditë është ideale për të zhvilluar aftësitë e tua, për të menduar në mënyrë strategjike dhe për të ndërtuar mbi talentet e tua natyrore. Mund të vijë një ide brillante për biznes, komoditet apo siguri financiare. Edhe pse ka tundime për vendime impulsive, ruaje balancën. Në planin personal, je në humor pozitiv dhe mund të arrish marrëveshje të kënaqshme me të tjerët. Lidhjet me fëmijët sjellin gëzim, ndërsa një mysafir i papritur mund të ndryshojë planet, por edhe të ngrejë humorin. Shmang fillimet e reja pa përfunduar ato që ke në duar, ndryshe mund të përballesh me ndërlikime. Ngjyra me fat, ari, koha me fat, ora 11 deri në 13, këshilla. Jepi prioritet qëllimeve që ke lënë pezull dhe mos nënvlerëso fuqinë e durimit për sukses afatgjat. Binjakët, sot, i dashur binjak, Merkuri dhe Jupiteri takohen në shenjën tënde dhe kjo sjell energji të fuqishme për ide të mëdha, vendime të guximshme dhe optimizëm të thellë. Pikpamja jote unike vlerësohet dhe mund të marrësh lajme të mira apo komente pozitive që të ngritin humorin. Ky është një moment i artë për të reflektuar mbi gjithçka që ke mësuar kohët e fundit, sidomos në lidhje me veten dhe mënyrën si e sheh botën. Ke aftësi të jashtëzakonshme komunikuese sot dhe të tjerët të shohin si të mençur dhe të drejtë. Mund të ndodhin mundësi për të zgjidhur një konflikt, për të mësuar diçka të vlefshme apo për të zgjeruar horizontin tënd mendor. Megjithse rutina është e ngarkuar, shëndeti yt mbetet i qëndrueshëm. Ki kujdes në punë, një koleg mund të përpiqet të përfitojë nga ty apo të marrë diçka me vlerë. Mos hezito të kërkosh mbështetje nga miqtë e afërt. Në dashuri mund të përjetosh një zhgënjim të vogël, por mos e humb shpresën, dashuria e vërtetë është gjithmonë afër. Në mbrëmje, një vizitë e papritur familjare mund të ndryshojë planet, por edhe të sjellë gëzim.
Një film i mirë me partnerin apo miq mund të jetë mënyra ideale për të përmbyllur ditën, ngjyra me fat, e kaltër e lehtë, koha me fat, ora 07:00 deri në 10:00, këshilla. Mos haro fuqinë e fjalës tënde. Fol me sinqeritet dhe ndihmo të tjerët të shohin të vërtetën përmes mendjes tënde të hapur. Gaforja, sot, një bashkim i bukur mes Mërkurit dhe Jupiterit ndihmon që të shohësh më qartë pamjen e madhe. Ky ndikim ndodh në shtëpinë tënde të 12 diellore, duke ndikuar thellë në botën tënde të brendshme. Mund të kesh biseda apo zbulime rreth një çështjeje personale, një sekreti ose një problemi të kaluar. Mbështetja nga prapaskena apo zgjidhja e një shqetësimi të kahershëm mund të sjellë lehtësim emocional, edhe pse këta dy planet janë drejt fundit të udhëtimit të tyre në këtë sektor, ato lënë pas një dhuratë të çmuar. Ti tashmë ke fituar një perspektivë më të gjerë dhe një ndjenjë më të thellë mirëkuptimi e faljeje. Mendimet, reflektimet apo bisedat e tua sot mund të ndihmojnë të kuptosh më mirë veten dhe të shkuarën tënde. Kjo është një kohë e mirë për të ndarë me dikë që i beson një ndjenjë apo shqetësim që ke mbajtur për brenda. Mund të përjetosh një takim apo ngjarje me rëndësi që ndodh në heshtje, por që lën ndikim të thellë. Fryma jote e gëzueshme dhe fëminore do të sjellë një humor të mirë gjatë ditës. Një marrëveshje premtuese financiare mund të përmbyllet sot, duke sjellë të ardhurat të reja. Shfrytëzo kohën e lirë për të ndarë momente të ngrohta me familjen. Në dashuri mund të ndjesh disa ndërlikime, i duruar dhe jep hapësirë. Për të rigjitur energjinë, kalo pak kohë në vetmi, duke bërë gjërat që të mbushin shpirtin. Ndërhyrjet familjare mund të krijojnë pak tension në jetën martesore, por me mirëkuptim të ndërsjellë, do ta kaloni me mençuri. Përkushtimi yt në punë do të vlerësohet nga e prorët, duke të dhuruar një ndjenjë krenarie dhe kënaqësie. Ngjyra me fat, roz, koha me fat, 11:15, 13:15, këshilla. Forco lidhjet dhe mirëkuptimin me partnerin tënd. Luani, Mërkuri dhe Jupiteri bashkohen në shtëpinë tënde të 11 diellore, duke të sjellë një energji të veçantë pozitive. Kjo ditë është e mbushur me entuziazëm për ëndrat dhe planet që ke në zemër. Mund të shfaqen mundësi të reja për të mësuar, për të ndarë përvoja dhe për të përforcuar lidhjet me miqt. Bisedat me njerëzit përreth mund të jenë frymëzuese dhe idetë që lindin sot mund të jenë të jashtëzakonshme. Nëse sheh përtej detajeve, mund të krijosh plane që spikasin dhe të nisin diçka të re dhe emocionuese. Megjithatë, bëj kujdes me premtimet, si ndaj të tjerëve, ashtu edhe ndaj vetes, sepse mendimet mund të ndryshojnë me kalimin e kohës. Kjo është një ditë për të ushqyer mendjen me emocione pozitive, dashuri, shpresë, besim, empati dhe besnikëri. Në marrëdhëniet personale, mund të lindë një mosmarrëveshje me partnerin lidhur me financat. Ai mund të shprehë shqetësime për stilin tënd të shpenzimeve, por pavarësisht kësaj, lidhja juaj do të thellohet dhe do të mbizotërojë një ngrohtësi e veçantë. Bota do të duket më e ndritshme, qielli më i hapur dhe lulet më të gjalla, sepse dashuria do të ndihet në ajër, edhe pse familjarët mund të drejtohen me shqetësime të ndryshme. Ti mund të ndihesh e përqendruar në botën tënde të brendshme dhe të preferosh të kalosh kohë me veten. Një bisedë e thellë dhe emocionale me partnerin është e mundshme sot, ndonjëherë mjafton vetëm një shikim për të thënë gjithçka. Një darkë me qirin do të ishte mënyra ideale për të pushuar dhe për të larguar lodhjen e javës. Ngjyra me fat, e verdhë, koha me fat, 9 deri në 11 paradite, këshill. Ushqe besimin tek vetja, rrethoje veten me njerëz pozitiv. Virgjëresha, sot Mërkuri dhe Jupiteri bashkohen në majën e hartës tënde diellore, duke ndriçuar sektorin e karrierës dhe qëllimeve jetësore. Kjo është një ditë ku mendja jote fokusohet thellë në një objektiv të veçantë. Është momenti ideal për të përqafuar një interes që të frymëzon dhe për të derdhur energjinë tënde në drejtim të rritjes, mësimit dhe ndriçimit të rrugës që ke përpara. Kjo periudhë është e mbushur me mësime të rëndësishme që duhen reflektuar. Dhe sot mund të ndihesh gati të marrësh vendime që lidhen me të ardhmen tënde profesionale apo rrugën tënde jetësore. Ndihesh më optimiste, më e qartë dhe me më shumë besim. Mund të kesh biseda frymëzuese me persona që mund të ndikojnë pozitivisht në rrugën tënde, dhe kjo do të motivojë të shikosh përpara me shpresë. Në planin personal, mund të ndjesh një ftohje emocionale nga partneri, gjë që mund të sjellë një ndjesë vetmie. Mos e injoro këtë boshllëk, përpiqu të afroheni përmes kujtimeve të bukura dhe bisedave të ndjera. Për disa, një dashuri e re mund të lindë, duke sjellë një frymë të re në jetën e përditshme.
Një mysafir i papritur mund të trokas në derën tënde dhe prania e tij mund të sjellë një surprizë të këndshme dhe një ndjenjë ngrohtësie në zemër. Një gjest i thjesht nga prindërit e tu ndaj bashkëshortit mund të ringjallë harmoninë në familje. Ngjyra me fat, jeshile, koha me fat, ora 4 deri në 5 pas dite, këshilla sotme, kujto, për ta shijuar jetën plotësisht, është e rëndësishme të gjesh kohë për miq. Vetmia mund të ngarkojë emocionalisht, ndaj mbahu pranë njerëzve që të japin dritë. Peshorja, sot bashkimi i Mërkurit me Jupiterin sjell një valë të fortë entuziazmi dhe energjie pozitive në mendjen tënde. Kjo është një ditë ku aventura mendore, bisedat frymëzuese dhe idetë e mëdha të pushtojnë imagjinatën. Shpreha jote është e natyrshme, e rrjedhshme dhe të tjerët e vlerësojnë praninë dhe fjalët e tua. Mund të arrish një marrëveshje të këndshme me dikë, apo të gjesh një zgjidhje të vonuar për një çështje që të ka munduar. Ka mundësi që të tërhiqesh nga një ide apo projekt që të ngjall kuriozitet të thellë. Bisedat dhe lajmet që vijnë sot mund të jenë motivuese, duke të shtyrë të shohësh përtej kufive që më parë i kishe vendosur vetes. Në aspektin fizik, mund të ndjesh dhimbje trupi apo lodhje, ndaj shmang çdo përpjekje të madhe fizike që mund të rëndojë gjendjen tënde. Pushimi është aleati yt sot, dëgjoj trupin tënd dhe jepi kohën që i duhet për të rikuperuar. Në çështje financiare, dikush me ide të mëdha mund të tërheqë vëmendjen, por para se të investosh kohë apo para, bëj një vlerësim të kujdesshëm të qëllimeve të tij. Mos ua beso menaxhimin e parave miqve apo të afërmve, mund të përfundosh duke shpenzuar më shumë se ç'duhet. Në dashuri, një takim i papritur romantik mund të lërë të pavend ose të hutuar. Por nga ana tjetër, sot është dita ideale për të lënë pas pendesat dhe për të përqendruar në gëzimin që ofron e tashmja në martesë apo marrëdhënie afatgjata. Një bisedë e ngrohtë me miq do të ndihmojë të largosh mërzinë dhe të rikthesh buzëqeshjen. Ngjyra me fat, e zezë, koha me fat, ora 8 deri në 10 paradite, këshill, mos i nënvlerëso kur fuqinë e optimizmit. Një mendje e hapur dhe një zemër që beson janë çelësat për të hapur dyert që dikur të dukeshin të mbyllura. Akrepi, i dashur akrep, sot ndihesh plot entuziazëm për interesat e tua të veçanta, dhe kjo frymëzon edhe njerëzit përreth teje të ndajnë pasionet që të motivojnë. Bashkimi i Mërkurit dhe Jupiterit në shtëpinë tënde të 8 diellore krijon një periudhë të jashtëzakonshme për kërkime, mësim, investime dhe ndarje ideash. Ky tranzit të hap sytë për çështje intime apo personale që mund të kesh pasur vështirësi t'i kuptosh më parë. Mund të marrësh njohuri të rëndësishme rreth sjelljes së dikujt ose të gjesh zgjidhje për një problem që të ka sfiduar më parë. Mendja jote do të hapet ndaj asaj që nuk ishe gati të shikoje dikur, dhe emocionet intelektuale do të jenë të fuqishme. Është një kohë fantastike për hetime, biseda të sinqerta dhe ndarje të ndjenjave që mund të sjellin lehtësim të madh. Në aspektin financiar, mund të përfshihesh në projekte spekulative që kanë potencial përfitime, por vepro me kujdes dhe mendje të qetë. Plani i punës mund të jetë i ngarkuar dhe të krijojë irritim, ndaj përpiqu të menaxhosh stresin me kujdes. Në dashuri, energjitë e Venusit dhe Marsit krijojnë një harmoni të rrallë sot. Prit një lidhje magjike dhe momente të veçanta romantike me partnerin. Është koha ideale për të përkushtuar marrëdhënieve dhe për të kaluar kohë cilësore së bashku. Në shtëpi, do të shijosh gatime të shijshme që të kujtojnë se sa gëzim sjell ushqimi në jetën tonë. Kujdesi për shëndetin është i rëndësishëm. Për të qëndruar i shëndetshëm dhe i lirë nga sëmundjet, pi ujë që është ruajtur në enë bakri. Ngjyra me fat, e zezë, koha me fat, ora 4 deri në 5 pasdite, këshill. Mos hezito të flasësh për ndjenjat dhe çështjet e thella. Kjo do të çlirojë dhe do të sjellë qartësi në mendje dhe zemër. Shigjetari, i dashur shigjetar, sot bisedat do të jenë shumë të bukura dhe ndihmuese, pasi ato të ndihmojnë të kuptosh më qartë ndjenjat dhe idetë e tua. Kjo ndodh për shkak të bashkimit të Mërkurit me Jupiterin në shenjën kundërshtare. Përmes këtyre bisedave, të tjerët të tregojnë gjëra për veten që ndoshta nuk i pranon lehtë vetë. Diskutimet mund të jenë të hapura, të ndihmuese dhe shpërblyese. Është një kohë e mirë për të folur për vështirësitë apo për të zgjidhur konflikte. Dikush mund të japë përfitimin e dyshimit, duke krijuar hapësirë për mirëkuptim. Perspektiva jote është shumë e ndritshme sot, dhe hapja ndaj së vërtetës apo një këndvështrimi të ri mund të sjellë ndryshime të rëndësishme. Ky tranzit favorizon takime dhe lidhje të reja.
Mërkuri po lë sektorin e marrëdhënieve sot, ndërsa Jupiteri do ta bëjë këtë nesër, por deri atëherë je në formë të mirë për të parë lidhjet me sy të rinj. Personaliteti yt i rezistues do të tërheqë vëmendje pozitive. Nëse ke qenë pak i shpenzueshëm kohët e fundit, është koha të marrësh masa dhe të fokusohesh në kursim. Familja do të reagojë ngrohtësisht, duke krijuar një ambient mbështetës dhe plot energji pozitive. Bisedat me ndjenja të sinqerta dhe udhëzimet personale do të forcojnë marrëdhëniet e tua. Në shtëpi mund të ketë rituale apo ceremoniale me kuptim shpirtëror, që do të sjellin paqe dhe harmoni. Prindërit mund t'i bëjnë një dhuratë të veçantë bashkëshortit tënd, duke thelluar më tej lidhjen tuaj. Gjithashtu, mund të ndihesh i përfshirë në një valë kreativiteti, ndoshta përmes shkrimit ose ndonjë aktiviteti artistik. Ngjyra me fat. E kuqe, koha me fat. Ora 12:30 deri 2 pasdite këshilla. Mbaje nën kontroll buxhetin dhe mos e lë shpenzimin të marrë nën kontroll. Britsjapi. Mërkuri dhe Jupiteri janë të bashkuar në sektorin tuaj të punës dhe shëndetit, duke ju dhënë mundësi për një perspektivë të re dhe pozitive. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të hapur biseda, për të marrë këshilla dhe për të përballur me teste apo për të kërkuar zgjidhje në sfidat që vijnë. Nëse jeni biznesmen që bashkëpunoni me klientë ndërkombëtar, sot mund të keni fitime financiare të rëndësishme. Mund të ndjeni të vlerësuar dhe në qendër të vëmendjes, por sfida është të zgjidhni me mençuri se çfarë do të ndiqni. Merrni kohë për të shpërndarë dituri dhe mirësjellje, sepse edhe xhestet e vogla kanë fuqi të madhe për të bërë ditën tuaj domethënëse. Për të gjetur pak paqe dhe qetësi, kaloni pak kohë në vendin tuaj të preferuar, në natyrë apo në një tempull, simas vendit tuaj të zemrës. Në marrëdhëniet personale mund të zbuloni bukurinë më të thellë të martesës për çiftet që janë të martuar. Ajo mund të duket si një nga përvojat më të bukura të jetës suaj. Një takim rastësor me një mik të vjetër mund t'ju rikujtojë se sa shpejt kalon koha kur zemrat lidhen me sinqeritet. Ngjyra e fatit është e gjelbër, koha më e përshtatshme 4:30 deri në 6 pasdite. Këshilla e ditës. Familja do të ketë një rol të rëndësishëm sot. Mundohu të kalosh momente të këndshme me të dashurit tuaj. Ujori. Nëse ndihesh i bllokuar apo në një situatë të vështirë, sot gjërat mund të duken dhe më sfiduese. Është e rëndësishme të njohësh dhe të pranosh nevojën për të bërë paqe me veten, por ndryshe do ndihesh i trazuar dhe i paqet gjatë gjithë ditës. Përqendro në zgjidhjen e problemeve, po mos e detyro veten të bësh gjithçka menjëherë. Sot, tensionet e përsëritura mund të shqyrtohen me kujdes, pasi ato lidhen me ndjenjën që nuk ke kontroll apo informacion të plot mbi ngjarjet në jetën private apo marrëdhëniet e tua. Ambicet dhe dëshira për të qenë gjithmonë në dijeni do të zbuten pak. Është mirë të përqendrosh në problemet praktike që duhet të rregullosh, të qëndrosh vigjilent ndaj çështjeve të komunikimit. Më vonë gjatë ditës do të jesh në një pozicion më të mirë për të pranuar ose për të zgjidhur probleme në marrëdhëniet që të kanë sjellë stres. Do të kesh një dëshirë të veprosh dhe të flasësh hapur për problemin. Frikërat psikologjike mund të të shqetësojnë, por duke qëndruar pozitiv dhe duke parë anën e ndritshme të gjërave, do të menjanosh ankthin. Me mbështetjen e një personi të gjinisë së kundërt, mund të presësh disa përfitime financiare në punë apo në biznes. Pak tension në shtëpi, ndaj kujdes me fjalët. Disa ujor mund të dëgjojnë zëra të një dasme të afërt, ndërsa të tjerë do të ndihen të gjallëruar nga një romancë e re. Ngjyra e fatit. Kafe, koha më e përshtatshme 1 deri në 2 pasdite. Këshilla e ditës. Flit me sinqeritet dhe dëgjo me kujdes të tjerët. Ruaj balancën mes shpenzimeve dhe kursimeve. Peshqit. Sot mund të ndihesh më i ndjeshëm ndaj emocioneve dhe mund të përjetosh reagime të tepruara ndaj gjërave të vogla i dashur peshk. Ndërsa je shumë i vëmendshëm dhe me energji të lartë, kujdes mos e tepro dhe mos lejo që nervozizmi të rrëmbejë. Nëse ndihesh i prekur, përpiqu të kuptosh më mirë pikat e dobta dhe përpiqu të mos mbetesh i kapur në mendime të përsëritura. Mund të kesh keq kuptime, bllokime në komunikim,
Përgjigjet që merr sot mund të jenë kritike ose mund të mungojnë kur ke nevojë dhe shqetësimet financiare mund të ndikojnë në humorin tënd. Nuk është momenti për të ndërmarrë rreziqe të mëdha, por energjia e ditës mund të jetë e mirë për të zgjidhur çështje të vogla ose probleme që ke patur në punë, në shëndet apo në rutinën ditore. Më vonë gjatë ditës do të jesh në një pozicion të mirë për të bërë ndryshime të nevojshme që përmirësojnë situatën tënde. Gjendja jote shëndetësore do të mbetet e mirë edhe pse dita mund të jetë e zënë dhe e lodhshme. Përqendro në çështje që lidhen me tokën, prona dhe projekte kulturore. Kujdesu për punët e shtëpisë, por mos harro të gjesh kohë për relaks dhe aktivitete që të rimbushin me energji. Në dashuri, mund të ndjesh një dhimbje të ëmbël, por përgjithsisht dita do të shkojë mirë dhe do të ndihesh i lumtur. Shëndeti i partnerit mund të ketë disa sfida. Për sa i përket ngjyrës me fat, është e verdha, koha më e përshtatshme 5:01 çerek deri në 6:30 pasdite. Këshilla e ditës: ruaj komunikimin dhe shmang konfliktet. Dedikoj kohë familjes dhe marrëdhënieve të rëndësishme. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar, suksese në punë, fat në dashuri dhe një shëndet sa më të mirë.